votimi i emigrantëve, çka domethënë u paremrua, sepse duke qenë se ti si opozit nuk ke asnjë farë kontrolli mbi territorin jashtë Shqipërisë, si mund të pretendosh që ti jesh më organizuar, si mund të pretendosh që ti jesh më e saktë, më efektive në raport me një pushtet që i ka të gjitha. Rezulton që edhe brenda vendit i përdor të gjitha instrumentat për të marrë votën. Pra, këto dy ishin piketa shumë të rëndësishme që për mua si komentator paremronin që nuk do kishte ndryshim. Unë mendoj që edhe zoti Berisha e ka ditur mirë. Zoti Berisha është njeri që nuk mundet kurrësi ta akuzosh, domethënë si i paditur, sidomos për çfarë ka ditur Berisha dhe pse e ka lejuar nëse e ka ditur? Jo, nuk e ka lejuar Berisha. Berisha është në pikën që Partia Demokratike... Sepse u bë pjesë e kësaj farse elektorale Jo, nuk u bë farsë elektorale. Zoti Berisha, pas një agresioni të tmerrshëm mbi Partinë Demokratike, që nisi prej 2017-s, mendoj unë, një agresion i pandalshëm që vazhdoi nga 2017 deri në 2021, një agresion i pandalshëm mbi opozitën dhe plus çfarë ndodhi nga 2021 deri në 2025, pra ajo lufta e brendshme brenda Partisë Demokratike që në një farë mënyrë ishte si acid në venat e kësaj organizate.